I dëshiroj mirëseardhje këtu Shamsedin Balajt. Shamsedin Balaj, një nga bashkëdhetarët tanë të suksesshëm, miqtë e mi, të cilët që nga orët e para të aktivitetit tim në Gjermani ka treguar gatishmërinë për të mbështetur të gjitha formatet televizive që televizioni TVR dhe përfaqësia e televizionit 21 këtu ndërveprojmë. Atëherë në emër të gjithë këtyre bashkëdhetarëve të suksesshëm, fillimisht ju dëshiroj mirëseardhje, por edhe një mirënjohje. Faleminderit. Pikëparë dua të përgëzoj për këtë iniciativë që është kaq e qellueshme, domethënë për komunitetin ton, që kem pas ngecjen në këtë pikpamje, ne secili kem treguar me gatishmërinë ton që dim dhe jemi afaristë të suksesshëm, por në këtë lami ka qenë një ngecje që tani shpresoj që edhe në tarmen do të jeni përmbushur edhe në këtë aspekt televiziv. Vizioni juaj për të realizuar, për të ndërtuar këtë hotel kaq të bukur dhe në njëjtën kohë edhe kaq të frekuentuar, ka qenë që nga momentet e para ku ke ardhur këtu në Gjermani, apo ajo lindi më vonë duke njohur edhe hapësirat që të ofron ky shtet? Jo, ka lind, unë kam qenë si supermarket qysh nga viti 2000 dhe në vitin 2017, kam pas në një sektor tjetër, domethënë aktivitetin tim afarist, me taksi kam punu, kurse në vitin 2017 ka lind si ide që ka zgjat mandej 2 vite derisa ka ardhur te realizimi i projektit, kurse që nga viti 2019 merrem me këtë aktivitet. Për juve si një biznesmen, është e rëndësishme që një bashkëdhetar që krijon një profil të suksesit në një element të biznesit të provoj veten edhe në sfera të tjera të biznesit, apo t'i bëj hysmet si thon vetëm asaj lëmie? Jo, aty mbahet edhe për aftësisë edhe prej vizionit, domethënë që ka dhe secilin në forma ndryshme në momente të caktuara, do i sugjeroj një gjë tillë që të provojë edhe diçka tjetër. Çfarë duhet të ketë parasysh përveç se duhet të ketë para shumë një biznesmeni për të hudhur edhe në dimensione të tjera të biznesit? Pikëparë guximin do të thoja, mandej duhet të ketë edhe një vizion të qartë se me çfarë aktivitete duhet merr që me pas të garantuar edhe suksesin. Sa është e vështirë për të mbajtur një biznes të tillë të hotelerisë që në pasqyrën tënde virtuale të shënojnë yje apo pluse dhe komente shumë të mira siç shënojnë klientët tuaj? Po që çdo biznes tjetër duhet përkushtimi, domethënë që të jetë gjithmonë aktiv në biznes, të jetë edhe me kohë, domethënë të ecë me kohën. Ndryshimet që ndodhen sa përket domethënë edhe teknologjisë, edhe mundësive që të ketë një bashkëpunim edhe me partner ndryshëm, ajo është thelbësore, do thoja. Mjafton me kaq apo pretendoni që modele të tilla t'i aplikoni edhe në vendlindje? Se vini nga një vend shumë i bukur i Kosovës, i Stogo. Sigurisht që ata jam i bindur që çdo shqiptar që vepron në perëndim, synim paktën moshë caktuar ka që të kthehet atje të jep edhe atje kontributin adekuat në atë lami, domethënë ku ka pas sukses në këtu. Ma mërmendja, është një vizion që secili ka dëshirën ta realizojë. Faleminderit që ndat me neve një pjesë të historisë tënde. Faleminderit. Mirësi.